Shumë. Faleminderit kryetar, të nderuar kabinet qeveritar, të nderuar deputet. Ne të gjithë jemi dëshmitar që deri me tani janë bërë kompromise të dhimbshme politike me bazën e favorizimeve etnike. Dhe sikur kjo nuk mjaftoi, dhe tani si duket po fillon një epokë e kompromiseve të reja për ndarjen e pasurisë mbi bazën etnike. Duke referuar kësaj që thash më lart, i referohem amandamentit të projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ndërmarrje publike numër 03L087 nenit 11.3 në pjesën ku thuhet regjistrimi i ndërmarrje publike bëhet në marrëveshje me komunat në territorin e të cilat gjenden ato ndërmarrje. Të nderuar deputet, pyetja lind vetvetill. Çka ne kuptojmë me marrëveshje me komunat? Atë të thotë kjo se bazuar në këtë nen, shumë ndërmarrje të rëndësishme publike e në veçanti ato të cilat gjenden në territorin me përkatësi të caktuar etnike, do të ketë një ndarje të pronësisë, gjithsesi aksione të këtyre ndërmarrjeve, midis pushtetit qendror dhe nivelit lokal. Nëse do të miratohet si i tillë ky amendament, kjo do të thotë se po do të ndodhë kjo ndarje. Të nderuar deputet, nëse do të lejohet një ndarje e pronësisë si e tillë, do të ketë pasoja të mëdha në diferencimin e zhvillimit ekonomik mbi baza të etnive dhe territoreve të caktuara, sepse këto komuna dhe territore të caktuara do të kenë të drejtën e një pjesë të madhe të përfitimit të dividendes që do të rrjedhë nga drejta e pronësisë në këto ndërmarrje, e cila do të jetë pjesë e zhvillimit ekonomik vetëm e atij territori. Ose thënë edhe një hap me tutje, këto të ardhurat të këtyre ndërmarrjeve do të rrezikojnë të shkojnë në fonde buxhetore të veçanta, ndërsa vetëm për një pjesë të fitimeve do të ketë drejtën qeveria qendrore që do të përdor për të mirën e zhvillimit ekonomik të tërë territorit të Kosovës. Kjo do të ishte një shpërndarje e padrejtë që do t'i bëhet qytetarëve të vendit.